Gen Z, po vendosin jetën personale mbi karrierën dhe ka disa terma të rinj që kanë lindur, siç është work-life balance. Ekziston realisht kjo gjë apo është thjesht një iluzion që mund të flitet për të? Nuk kam parë një balancë shumë të rehatshme te njerëzit e suksesshëm. Unë nuk mund të shoh një sportist që është numër 1 që ka një balancë shumë të rehatshme. Nuk kam pa një artist që është shumë i suksesshëm që ka vite në skenë që të ketë një balancë suksesshme. Nëse do të jesh i pari, do sakrifikosh nga një kohë. Patjetër do vi një moment kur ke prekur suksesmin dhe ti mund të menaxhosh dhe mund ta ndash, por në rrugtimin e vet është pothuajse e pamundur. Nuk është se besoj shumë tek balanca gjatë rrugtimit. Nuk mund të bësh muskuj me 3 ditë në palestër. Nuk mund të gjisësh malin duke bërë vetëm 10 hapa. Nëse do të shikosh atë pamjen fantastike të majës malit, duhet ngjitesh deri atje. Kur të ngjitesh majën malit, pastaj mund të pushosh pak.